Si mendojnë që mund të dalë Erion Velia tani dhe ta kemi përse mbjellit e pemë? Toni është optimist si do të dalë? Mendoj që këta... Mbjell pemë, bimë, gjëra... Prandaj e kanë bërë për të nxjerrë... Biciklet. Për të nxjerrë e kanë bërë gjitha. Për të nxjerrë Veliajin e kanë bërë të punë. Po problemi është që fyen inteligjencën e çdo shqiptari kështu me këtë mënyrë të trashë se si e bën. Të dalë gjykata kushtetuese, thotë gjykata e lartë duhet të rishikojë tani se ky është në detyrë, duhet të rishikojë vendimin. Po gjykata kushtetuese mund ta bëjë vetë gjë, pse do ja jap gjykatës së lartë? Sepse gjykata e lartë ka marrë vendim unifikues. Dhe këtë vendim unifikues, më mirë se gjykata e lartë që ka nxjerrë, se ekzekuton atë tjetër. E di gjykata kushtetuese. Po gjykata kushtetuese nuk ekzekuton dot vendimin unifikues gjykatës së lartë. Atëherë çfarë bëjmë? Do ja kthejmë gjykatës së lartë që me vendimin unifikues të nxjerrin Erion Veliajin, që vendimi unifikues mos shkojë dëm, se për këtë u mor. Të dalë Erion Veliaj dhe të vënë detyrë. Po mirë, si mund të vej ky në detyrë? Kur pikërisht se ishte në detyrë u zgjodh kjo masë. Si mund të shkojë ky në detyrë dhe të mos intimidojë dëshmitarët? Për Belinda Balluku nuk po marrë Ilir tani, se duke se u marrë Ilir Metën. Belinda Balluku i thanë, do ikësh nga detyra, do pezullohesh, sepse ke në dorë dëshmitarët, mund të intimidosh. Spaku dhe gjikoja. Këti i thonë, pavarësisht se i ke në dorë, ikë bëj punë në bashki. Por si duhet të jetë sjellja e një pushtetari? Duhet të shkojnë në punë dhe të takojë dëshmitarët dhe që mund të intimidojë, apo s'duhet të shkojnë në punë? Qartë. Ka raste gjykatat nuk na i tregojnë dot. Kanë vazhduar nga rrethë. Këto janë gjykata rasti Tropojës. Po kanë shtyllë kurrizore. Kjo mund të jetë. Pastaj ça? Pastaj Ilir Meta, i cili gjykohet për një çështje që ka 12 vjet ka ndodhur, e thonë do ish në bushën. Tani nëse e lirojnë që ndodh tani. Nëse mund të them dy fjalë për vendimin e gjykatës kushtetuese, çështja e masë sigurisë Erion Veliajt është një patatë e nxehtë që asnjë nga dy gjykatat më të larta të këtij vendi nuk kërkon ta mbajë për vete, as gjykata e lartë dhe as ajo kushtetuese. Në fakt, zoti Veliaj ka ngritur disa pretendime në gjykatën kushtetuese sot dhe janë gjithsej 5 pretendime, 3 për tyre janë rrëzuar dhe 2 prej tyre janë pranuar nga gjykata kushtetuese. I pari ka të bëjë me pretendimin se është cënuar drejta e mbrojtjes për shkak të pameftueshëm në dispozicion për njohjen e akteve dhe qëndrimin e kërkuesit në kafaz. Domethënë ai kërkon që të jetë afër. Ato kanë rënë, flasim për të, se këtu kemi të bëjmë me vendim politik, kemi të bëjmë me një vendim juridik. Tani ne jemi ato janë kot për 2 vendime të drejtësisë. Urrëzuan ato. Ne po themi, a duhet që Erion Veliaj të shkojnë në detyrë apo jo? A ka president Ballukun? A ka president Ilir Metën? Kë ka president? Nëse ne kemi dhëna që politika ka ndërhyrë është manerë, me këtë po themi. Unë kam të dhënë, unë po argumentoj. Se jemi në kohë shumë kështu, Një tjetër pretendim që është rrëzuar ka të bëjë me lidhur me marrjen e provave të reja në gjykatën posaçme, në gjykatën e apelit të posaçme dhe ky është rrëzuar nga gjykata. I është pranuar pretendimi për cënimin e dinjitetit dhe prezumimit të pafajësisë lidhur me qëndrimin në kafaz. Këtë gjë ja ka pranuar gjykata. I është rrëzuar pretendimi i dyshimit të arsyeshëm të bazuar në prova për caktimin e masës së sigurimit personal dhe proporcionalitetit të masës së lidhur për të drejtën për të zgjedhur, të cilin gjykata ja ka miratuar. Për këtë gjykata kërkon që të shprehet gjykata e lartë. Në të njëjtën kohë gjykata kushtetuese mund ta kishte marrë në konsiderat dhe mund të kishte marrë një vendim pa e dërguar tek gjykata e lartë, ndërkohë që ja ka lënë topin gjykatës lartë duke qenë që kemi dhe vendimin unifikues të miratuar rreth 1 muaj më parë dhe vendimi i parë pas kësaj ishte vendimi për Mirlinda Kaçanajn që u vendosi mas siguri e detyrim paraqitje, pavarësisht se zonja Kaçanaj ka akuza më të rënda se zoti Veliaj. Ka akuzën e grupit të strukturuar kriminal dhe ju ndryshua masa e sigurisë. Në këtë fazë lindet drejta Erion Veliaj, duke qenë që kemi një masë më... Po themi që nuk i lindet drejta, sigurisht. Jo, ai mendon që ka drejt, po them. Edhe këtu ka ndryshim. Ai mendon që ka drejt, sepse akuza që rëndon mbi Mirlinda Kaçanajn është më e rëndë se Erion Veliaj, sepse aty kemi dhe grupin e strukturuar kriminal. Themi tani... Kështu që prandaj them që është patata e nxehtë që askush gjykatat më... I fjali Batoni edhe këtu ka ndryshim, vetëm një sekondë. Kaçanajn nuk është në detyrë.
Pra marrëdhënia e saj me dëshmitarët nuk është... Dhe Doreki gjatë masë sigurisë ka. Unë mendoj që gjykata lartë do ta bëj një kompromis, një vendim hibrid. E ka rastin e Hibrid në shpikpamje që... E ka rastin e Hibrid Kuksit. dhe thot edhe ta liroj dhe të mos e liroj. Po, edhe ta liroj. Rasti Tropojës. Rasti Tropojës e ke... Që do thot ky Dorimburg. Po, jo. Në arrest shtëpi. Në arrest shtëpi. Arrest shtëpi, a? Është ekuivalent me arrestin në burg, por thjesht në shtëpi. Por Do me nuk thënë, nuk krijon presedan me Zoti Erion Velia mund të kalojnë në shtëpi. Nuk kthehet në detyrë me pak fjalë. Nuk kthehet në detyrë, por po jo, se kalon në arrest shtëpi. do të ishte shumë problem që gjitha vendimet tjera që ai të kthejnë në detyrë. Pra nderuar televizikues, ndoshta Erion Veliu do të kalojë tani në arrest shtëpi. Edhe nuk ushton detyrën, por Por i Ilirmeta në burg vetëm, s'ka i ajë. edhe Ilirmeta jo do qëndrojë aty në burg. Ai ja mori, ja dha mendimin e tij, të ri. Zoti Rakipi nëse gjykata Gjykata çfarë tha për E Ilirmeta? lartë, e rrëzojmë. Ai të ri edhe. Të ri në Ai burg. intimidon dëshmitarët para 12 vjetësh, ta si intimidojnë. Do të thonë nëse ka shkelje drejtave për një person është Ilirmeta. Qartë. Të merr. Tani, okej, ikim nga ky moment dhe ne do kalojmë në një, kemi 3 pika tjera, kemi zhvillimet e reja në Aksh, por përpara kësaj kemi kush ka dhe këtë arrestimet në Dubai, por ndërkohë përpara kësaj ne kemi kush ka investuar në aeroportin e Vlorës, se një sherr shumë i madh, nderuar televizikues, ka lindur për këtë problematikë, del në intervistat të gjata Begjet Pacoli dhe pretendon që paratë e investuara janë paratë e tij dhe përmend shifra shumë të larta. Unë do të kem në lidhje, do ndihmoj regjia, ai ka qëndruar, më thonë, dhe heroik është, Zoti Bujare Jupi, faleminderit shumë dhe të kërkoj ndjesë, po ne patëm vërtet një defekt shumë serios teknik dhe ishim detyruar të pushonim për pak kohë pa dëshirën tonë. E ti e dita një kur pushon njeriu pa dëshirë. Është vështirë, të pushosh, por pushuam disa kohë dhe tani ne do të pyesim ty dhe unë të falenderoj përsëri që ti qëndrove heroik për të pritur që ne të flasim për këtë. Tani, si që thash, Zoti Jupi, vijojnë konfliktet për aeroportin e Vlorës. Begjet Pacoli, thash, pretendon që ka hedhur shumë para të madhe. Ju jeni aty drejtor financiar i Vlora International Airport. Jeni akoma? Po, jeni. Dhe tani, më mirë se ju nuk e di askush se kush ka hedhur parat aty. Popullata këtu në Shqipëri dhe popullata në përgjithësi shqiptare, për shkak se bëhet fjalë për një investim shumë strategjik, që është një aeroport shumë i rëndësishëm për vendin tonë, i dyti aeroport i rëndësishëm për vendin tonë, pas aeroportit të Nën Tereza, është aeroporti i Vlorës. Ne duam të dim tani dhe popullatës t'i tregojmë shkoqur, qartë, cili nga partnerët Begjet Pacoli apo Valona Demi kanë paguar, se Pacoli thotë unë i kam paguar. Në ato tjetër, Valona Demi thotë unë i kam paguar.